Shkodra përmbylli me sukses edicionin e 63 të festivalit Mbar Kombëtar të Këngës për Fëmijë. Në natën e 3 dhe finale të festivalit u interpretuan plot 29 këngë. Çmimi i parë në kategorinë Junior ju dha këngës Fruta Perime, interpretuar nga Kroni Pula me muzik, tekst dhe orkestrim nga Adrian Hila. Kjo këngë do të përfaqësojë Shqipërinë në edicionin e ardhshëm të Junior Eurovision 2025. Mendoj që s'do fitoja, do isha çmimi i dytë, por tashi që e bëra këngën, ndihem shumë mirë, edhe jam shumë krenare. Dy figura të njohura të muzikës shqiptare si Robert Radoja dhe Inva Mula, që ishin pjesë e juris, vlerësuan nivelin e lartë artistik dhe përkushtimin e të gjithë pjesëmarrësve. Unë jam i kënaqur që jam prapë në Shkodër. E dyta festivali ishte shumë i bukur. Ishte rujt cilësia e këngës për fëmijë. Ndihem e vogël. Mbi të gjitha, ndihem e vogël, më kthehen kujtimet më të bukura të jetës sime. Ky festival më ka rritur, ky festival më mësoi skenën, më mësoi emocionin, më mësoi të konkuroja. Në kategorinë e të vegjëlve, çmimi i parë ju dha këngës Ja çfarë bëri bubi im, kënduar nga Maria Kalaja, një nga çmimet më të veçanta të mbrëmjes. Kujtim Alia, që mban emrin e një prej figurave më të dashura të festivalit, ju dorëzua skenografit Adnan Kastrati për krijimin e një atmosfere magjike në skenën e këtij edicioni. Mu ba qefi shumë, jo vetëm për çmimin, po mjafton që mu më dha goca e kujtimit jeta. Pas përfundimit të natës finale, organizatorët ndanë emocione dhe reflektimet mbi punën e bërë. Është një grup i madh pune, por punën më të madhe në këtë pjesë, sigurisht që e bën kori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve Kujtim Alia. Unë mendoj që festivali duhet bëhet institucion, edhe kur them unë e kam fjalën këtu në emër gjithë stafit edhe organizatorëve. Fatmirësisht mendoj që ndoshta përpara gjithë vendit festivali e ka kaluar atë tranzicionin e tij të vështirë të njëherë fillim viteve 90 e pastaj edhe në mesin e viteve 2000. Festivali përmbylli 3 net plot emocion dhe art, që u përcollën drejt për drejt në rrjetin e radiotelevizionit publik shqiptar, duke lënë pas jo vetëm fitues, por mbi të gjitha kujtime dhe përvoja që do të udhëheqin fëmijët drejt ëndrave të mëdha muzikore.